Fitoria Vllaznisë me rezultatin 3-0 ndaj rivales direkte për vendin e dytë Dinamo ishte në fokusin e analizës në emisionin Star Sport. Të ftuar ishin trajneri i futbollit Edmond Doçi, presidenti Jo Bandanja Ferdinand Jaku, si dhe gazetari sportiv Admir Uruçi. Mendoj se ne u menaxhuar shumë mirë, sepse duke pas parasysh që kena luajtur shpesh me Dinamon. Mendoj se ka bërë mirë, edhe kjo tregon në fushën e lojës. Dinamo është ndoshta e vështirë ato minutat e para sepse gjithë lojtarët janë përgjithësuar. Ne e dimë që faktikisht mas minutës 20 fillojnë të luajnë futboll dhe bëhen diferenca, kështu që mendoj që Vllaznia veproi mirë dhe është ditë në Madrid. Nuk është një kundërshtar i lehtë Dinamo, pasi vetë edhe renditja tregon që është një kundërshtar i fortë. Ka disa ndeshje që Vllaznia nuk është në formën e duhur. Ndoshta këtë ndeshje sepse para pak ditësh luajti me Dinamo dhe u nda barazim. Këtë ndeshje pra ishte ndoshta fati dhe u gjeta i Chelsea i dur që funksionoi mirë, funksionoi gjithë repartit, shfrytzuar dhe momentet dhe vetë golevrazhi i pastër. Po them tregon që Vllaznia fitoi me merit pasi dominoi gjithë ndeshjen. Dy ekipet dona na donation në final fort një herë me tjetër për vendin, do të thënë për një vend finale dhe nuk ka si dëshim që për mua që nuk ka aludim që Vllaznia mund të shkojë në vend parë ose Dinamo mund të shkojë në vend parë, vend të Ignatias, të paktën të dy javë të metuna. Por ideja që do të jetë Vllaznia Dinamoja, e cila do të jetë në dyshën e parë, pra me Ignatian, mendoj këtë mund, ndoshta unë gabim pas. Unë tham me Ignatian. Në finalin e kampionatit, kjo është 2 metër për të pa. Emisioni Star Sport në javët në vijim do të jetë si zakonisht do të hënë në orën 21. Jemi si çdo të hënë në orën 21:00 në Star Plus.